Zëdhënësi i policisë për rajonin e Gjilanit, Ismet Hashani, ka thënë se procesi zgjedhor në 7 komuna të këtij rajoni po vijnë pa incidente. Hashani ka treguar për rastin e raportuar në qendrën e votimit në Zhegër, për çka tha se nuk ka rast policor, raporton Kosova Press. Një rast që është raportuar në Zhegër, po këtu nuk ka rast policor, ku një person pas ka dashur të asistojë një familjar të vetin dhe ka pasur fjalëlosje verbale me personelin e pikës, por nuk ka rast policor. Hetuesit dhe prokurorët kanë shkuar në vendin e ngjarjes dhe gjithçka është në rregull, nuk ka impakt në zgjedhje dhe është gjithçka në rregull, ka thënë ai. Hashani tha se procesi zgjedhor po shkon qetë, teksa i ka ftuar qytetarët që të votojnë pa shkaktuar incidente. Që nga orët e hershme të mëngjesit janë hapur të gjitha pikat e votimit në 7 komunat e rajonit të Gjilanit dhe në të gjitha këto pika, në të gjitha këto vend votime ne ofrojmë asistencë policore në mënyrë që të përcillet mbarvajtja dhe rregulli në këto zgjedhje. Numri i policëve është mjaftueshëm për të mbuluar të gjitha këto pika. Zgjedhjet janë duke shkuar në një proces shumë të rregullt dhe një proces shumë i mirë, tha ai. Në Gjilan të drejtë vote kanë mbi 104.000 qytetarë brenda Kosovës, ndërkaq mbi 5.500 qytetarë janë të regjistruar jashtë Kosovës. Në Gjilan janë 37 qendra votimi në 130 vend votime të rregullta.